më i fundit është koalicioni me 25 parti i Partisë Demokratike me aleatët e vetë. Mendon që ato parti që janë përveç 2-3 aleatëve besnik, si që është Zoti Meta dhe Zoti Mediu, partitë e tjera do të sjellin diçka të shtuar në koalicionin e Partisë Demokratike? Shikon, kanë filluar, kanë parë meme sot, e quajnë koalicioni greko-çam apo çamo-grek, për të treguar se ku kanë shkuar, le të themi, pragmatizmi për disa, hipokrizia për disa të tjerë, Evangjel Dules dhe Shpëtimi Drizit. Pse? Se Zoti Dule doli nga koalicioni në 2015 me Edi Ramën, sepse mori pjesë Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet e Zotit Idrizi. Tani, atje ku disa shojnë hipokrizi nga këto dy forca politike që janë bashkë në një koalicion, disa shojnë pragmatizëm. Pragmatizëm të ngjashëm me atë të Mustafa Nanos në 2013, kur tha, ka ardhur një kohë, tha, që të bëhen bashkë të gjithë qelbësirat, tha, dhe vetëm ta shporim Sali Berishën. Dhe ka mbetur shpreha koalicioni qelbësirave, me pak ironi. Kështu që janë bërë të gjithë ta bashkë me idenë për të hequr Edi Ramën. Sali Berisha, ndoshta mund të ketë firo, ndoshta, nuk e dim, demokratës të cilët thonë, akoma me LSI-n, mund të thonë. Por Sali Berishës, mendoj unë, në pozitën e tij, i duhet pikërisht ky tren i madh për të mbajtur gjallë perceptimin që të gjithë në Shqipëri sot janë kundër Edi Ramës. Edi Rama formalisht mund të ketë vetëm Partinë Social-Demokrate të Zotit Doshi, Tom Doshi, në rast se do të nxjerrin deputet, por ata do të futen vetëm ndoshta si pas parimit të 2017-ës vetë timonin, vetë timonier, vetë tavën, vetë tepsin, banë mënd batutat që bënte dikur në 2017-ën. Kështu që mbetet për të parë. Unë jam më i ftohtë se sa cinikët dhe unë shoh një lloj pragmatizmi politik të gjitha forcave politike dhe një dëshirë të Sali Berishës, domethënë përveç për te perceptimit, pra vagoni i madh, edhe për të shtrydhur sa të jetë e mundur çdo votë kundër Edi Ramës nga do që tjetë ajo. Dhe unë garantoj që nëse Sali Berisha do të kishte mundur, do të kishte marrë, sepse ftesat publike nuk është se kanë munguar, edhe Agron Shejen, që do të dalë më vete, do të kishte marrë dhe Endrit Shabanin dhe Adriatik Klapajn, të cilët ishin dikur bashkë tek Alianca Kuqezi, Jeta i ndau, pastaj u bashkuan prapë përmes Nismës Thurje dhe Lëvizja Bëhet. Mund kishte marrë Shqipëria Bëhet, mund kishte marrë dhe Erlind Qorin, ideologjikisht i majt, pra të gjithë faktorin opozitar në këtë vend, Sali Berisha, po të kështë që në mundit, do ta bashkonte në një. Kështu që unë nuk shoh në një, thash, po përpiqem të jemi ftohtë dhe jo cinik, nuk shoh në një qamet madh në një ububu në këtë koalicion për 26 forcash politike që ka bërë dhe për më tepër Partia Demokratike, Shqipëria Madhështore. Që është MAGA, po, ta bëjmë Make Albania Great Again. Dhe me që jemi këtu të Make Albania Great Again, e pat besoj që Kris Resivita ishte në kongres në krah të shefit të FBI-t dhe e kishin shpërndar sot edhe eksponent Partisë Demokratike. Mendon që do të ketë ndikim Kris Resivita në atë që Partia Demokratike pret? Ti ke patur në emision Fatmir Mediun, i cili ka qenë njëri nga njerëzit që ka negociuar për ardhjen e Kris Resivita në Shqipëri. Sa janë shanset për të ndodhur ajo që pret Partia Demokratike duke parë këtë afërsi të Resivita? Ka filluar të jem skeptik për një gjë. Në datë 20, Sali Berisha ka thënë që unë nuk kam ftesë për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk di se kush po lobon që unë të shkoj. Në datë 28, dhe midis datës 20 dhe 28 janë 7 ditë mes, pra vetëm një javë, e ka përsëritur të premten e kaluar dhe tha, nuk di, nuk kam gjë. Por pyeti, i tha, në datë 20 ka qenë tek na 2 CNN, në datë 28 ka qenë të MCN-ja. Dhe i thot Çanit në datë 28, të premten e kaluar. Pyeti i thot Ramën, a ka marrë në një mesazh? Dhe ajo që më bëri përshtypje ishte që pardje, Edi Rama, nga Berlini, thot, a e kaloj unë Atlantikun, oqeanin, po unë e kaloj sa herë të dua. Po prisni se do ta shikoni. Dhe kjo gjë më bëri shumë përshtypje, sepse mund të ta them kaq e gjë që mes demokratëve ka një alarm të madh sot që flasim, që Edi Rama nuk po lëgur pa lëvizur
që të mund të shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të takohet ndoshta edhe me Donald Trumpin. E gjitha është një spekullim. Por kemi nga njëra krah dikë, si Sali Berisha, që thot unë nuk kam ftesë, dhe kemi dikë që thot po, unë mund ta kaloj dhe shikoni se çfarë do të ndodhë, po s'po ju them gjë më shumë. Nëse kjo do të ndodhte, për mua do të ishte game over. Fundi lojës. Do të zhvlerësonte Lasivitën, të cilin e pam në krah të Kashpatelit, drejtorit FBI-s, do të zhvlerësonte deklaratën për kukullën e Sorosit, do të zhvlerësonte pretendimet e demokratëve që Edi Rama deshi të bënte një foto dhe futi dhe lobistë të mëdhenj për të dalë një foto me J.D. Vancein në konferencën e sigurisë në Munich, por ati të erdhi mesazhi nga Suzy Wiles, pra nga drejtoresha e kabinetit, shoqe e Lasivitës, Kris Lasivitës, që me atë lrini sa më larg të mundur, të gjitha këto të zhvlerësoheshin, dhe sepse të gjithë presin që Sali Berisha të ketë një vizitë në Shtetet e Bashkuara që do të ishte qoftë edhe për takim me emigrant. Pra jo në Shtëpinë e Bardhë jo, se nuk besoj se do t'i bjeri radha Shtëpisë Bardhë merret me Shqipërinë para një datës 11, se ka plot gjëra për t'u marrë. Edhe pam Donald Trumpin në deklarimin e përbashkët që bëri përpallë Senatit dhe Dhomës Përfaqësuesve, State of Union, se çfarë prioritetesh ka ai për t'u marrë. Por qoftë edhe për një vizitë me emigrantët, takim me emigrantët para zgjedhjeve 11 majit, kjo do të ishte rëna de facto e nëngratës Sali Berishës. Dhe gjithë presin këtë në mënyrë që gjërat në Shqipëri të kenë një lloj starti apo një lloj kushte të tjera loje. Por unë po them që shoh publike këto gjëra, dikë që thot nuk kam dhe nuk di ç'bëhet, dhe dikë tjetër që është kryeminist që thot prisni çfarë do të ndodhi. Dhe po ju garantoj, ka një alarm se pyeta, ka një alarm mes demokratëve se Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari i Partisë Socialiste, nuk po lëgur pa lëvizur që të mund të realizojë një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Flitet edhe për një këshilltar të rëndësishëm që Rama do të marrë dhe do të kemi një betejë këshilltarësh, por është ende në kuadrin e thashë themit në këto tavolinat e gazetarëve. Të rim tek faktet publike. Çfarë tha Berisha 20-28, çfarë tha Rama pardje? Ndërkohë që pret që të ndodhi diçka nga Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike mbajti këtë fundjavë primaret. Si e pe procesin e primareve? Shiko,